Ariola Demiri humb njeriun e dashur. Aktoria dhe personazhi i njohur i ekranit, Ariola Demiri, ka ndarë me ndjekësit e saj një lajm të dhimbshëm, ndarjen nga jeta të gjyshit të saj të dashur, Baba Shabanin. Me një postim të mbushur me emocion dhe dashuri, Ariola e kujton atë si një figurë emblematike në jetën e saj. Një baba i dytë, mik, mësues dhe frymëzim. Një shpirt i pastër që më ka dhuruar dashuri pa kushte, shkruan ajo ndër të tjera, duke rrëfyer mirënjohjen për kujtimet dhe mësimet që ai i ka lënë. Ariola thekson se është me fat që fëmijët e saj patën mundësinë të njihnin një burr të tillë të mbushur me dashuri, fisnikëri dhe krenari. Në rreshtat e saj prekës, ajo e përshkruan ndarjen si të vështirë, por me një zemër plot dashuri dhe respekt. Kam qenë, jam dhe do të jem gjithmonë vajza e gjyshit, shkruan Ariola, duke i dhënë lamtumirën e fundit një prej njerëzve më të rëndësishëm të jetës së saj. Ajo mbyll postimin me fjalët prekse: "Për jetë, lol pakolja jote", një noftë personale që tregon lidhjen e veçantë mes tyre.